Hajde këto. Hajde vë mbulesën e ve. O Ginger, o Ginger. Hajde Ginger. Hajde këtu. Hajde ri këtu me mua. Keq. Holier than I am, gentle hands, golden eyes. I am a man made of our own time. You're holier than I am, holier than I am. I am the dust. Hello, nga një video e re. Vetëm që se kam bërë hapje të vlogut, por doja që t'ju përshëndesja. Sot është e premte, kam takim pune, duhet të realizoj një video, edhe po bëj pak make-upin. Edhe kam vendosur vetëm SPF në ngjyrë që duket fantastike, është një nga Transparent Lab. Ka kam të 100 herë, por është vërtet shumë e mirë. Shkoni sa bukur që duket fytyra. Edhe po përhap tani sa e korektorit. Tani sa po mbarova dhe u bëra gati, edhe ja, kjo SPF-ja, ky rezultat. Nuk e di, ka dalë fantastike. Shkoni shkëlqimin se po mundohem t'ju tregoj sa më afër, me shumë detaje. Dhe në qoftë se doni një rezultat si kjo fondatina e Armanit për gocat që e përdorin dhe që është jep këtë shkëlqimin natyral dhe duket shumë i shëndetshëm make-upi dhe me shkëlqim, unë nuk kam vendosur pik highlighteri, që se vini re nuk kam asnjë xic, thjesht është shkëlqimi i SPF-s. Ju sugjeroj për një rezultat sa më natyral edhe që se doni këtë rezultatin që unë kam qef. Nuk është se ka shumë bulim, pa mam po ju alë linkun këtu që ta merrni sepse është vërtet shumë e mirë, tani që nisi dhe vera, edhe të mbroheni gjithmonë me SPF sepse mund të bëheni me një olla nga dielli. Hello, përshëndetje, gëzuar 7 marsin të gjithë mësusëve, mësuesit tim të parë, që se shikon këtë video, mësuesi i parë gjithmonë. Po, dhe unë s'ka morru mamin e babin. Po, Albe i ka arsimtar. Edhe ne po nisemi për aventurat e fundjavës, do shkojmë në Divjak, edhe do ju marrim me vete. Mirëmëngjes, si jeni? Hello! I the martës më bëni një foto, më thot mua Alba në qofë se ato motrat e Irushës e ishin princeshat, e ishe ti. Dëmë dhe unë që jam princesh si për Salvio. Edhe më thot që jam përsi. Ja, ti në këtë moment, në këtë flokët shumë të shpupurisër. Ashtu, pa Irushja kush është? Reha shiko Rokoja, po hara. E ndrë më betë, Rokoja është një qenë që është këtu. Ka qenë këllysh, po tani që për qenë shumë i madhë. Ne këllysh nga fotot e kemi parë me thënë të drejtën. Do ju tregoj pak domën. Te kemi për rëmujnë, po do të kur t'i heqë qëra. Por ka një pamje shumë të bukur. Shikoni si është tavani. Shumë nice. Dhe ne po prisnim të binde shit që shikoni shiu. Por nuk ra.
Edhe këtej ka balkonin. Por tani do qohem se qëar kam një orë, po shikoj që Instagram kështu TikTok. Holier than I am. I am the dove. Alvio nuk pëlqen. You are the rain. Se ave duhet të ndroha. Be closer to ocean. Çfarë kam thënë? Më pëlqen? Po dhe mos më pëlqen shumë gjëra, por nuk i them. Okej. Janë shumë nice o goca, po dukem si ato skandinavet, e dini jo që më pëlqen mua. O sa bukur. Merë vesh atë vjetullarja. But I am afraid. Po të kam frikë o Roko, të kam frikë që je i mal o Roko, je i mal. Je i mal. Ky është 7 muaj. Roko! O Roko! O Rokush! O Rokush i vogël! O Rokush i vogël! Zoca. Roko. Sa është shmoj. Ju thashë do t'ju tregoj pak dhomën, se ishte vërtet shumë e bukur, edhe po e kthej në ana tjetër. Është bërë pak rëmuj se qëndruam në darkë, por shkonin sa e bukur që është. Këtu ishte krevati, ishte super i madh. Ka një divan dhe pjesa më e bukur është pjesa e tavanit, që va tregova edhe pak që parë. Por shikoni si duket qielli, sa i bukur, dhe natën duket që në jetë. Ka edhe pjesën e balkonit këtu. Sa nice, edhe aty që nushi Roko. Edhe ne që jemi këtu. Tani do ikim, bëm gati çanta, gjërat, edhe do të zbresim poshtë. Dhe sot nuk rashi! Që nga ditë shumë e bukur. Afraid I will let you down one day. As you pull me in, I'll push away. Close your eyes, I'll slip away. Dhe pam flamingo, pelikan. Lilekun e vogël dhe qafgjat. Ishte shumë e bukur. Shumë Që e nga bukur. pak këto të frynka, hidhen ato bretkose, shika si të kryoj, shumë valë. Po thamë sa o dhe gur ledja. Jo, pas ka në gurlit. Darkest days and there's smoke in the sky, getting higher, higher. I feel the weight of 1,000,000 miles in the fire, I've been on my own, lost my way. Hej, mirë mëngjes nga dita tjetër. Ndani sa po dola nga pilates, sepse kisha pilates në mëngjes. Edhe tani erdha pak në qendër këtu të Taiwanit, kaloj pak kohën aty. Plus do ikë të pi dhe një kafe dhe do përgatitem, sepse do ikë të bëj një provim për anglishtën dhe të shoh se çfarë niveli jam, dhe në bazë të nivelit që do dalë, do nisë edhe një kurs në anglisht. Kam parë një shkollë shumë të mirë që më sugjeruan dhe gocat, po ka bërë dhe erë si kursin e gjermanisë shtes aty. Edhe më tha që është kështu serioze si shkollë edhe ka përgjithësi, dhe unë atë dua atë sistemin rus,
për të mësuar, se kështu ja varë në qoftë se nuk është aq serioze. Do t'ju marrë me vete. Nivelin e anglisht që do dalë nuk do t'ju a them. Inshallah nuk dalë për turp, sepse tek gramatika kam, domethënë tekstet gjitha këto se bëra ca provime dje, edhe ca ChatGPT-ja që thoshte që jam B1, B2, por jo. Në gramatik jam top-topi, jam shumë keq, nuk I kuptoj fare kohët, edhe si mbaj mend, unë nuk I di në shqip, jo më anglisht. Por panga pak, thjesht e mora këtë nisëm për të nisë, sepse gjithmonë e nise kursin e anglishtes, por asnjëherë nuk është se e kam vazhduar, se jo më ka dalë ndonjë punë si të gjithë, edhe plus nuk jam shumë e mirë në gjuhë. Me thënë të vërtetën, sepse po shikoj pak motorin, se po bën një pip edhe dini ju që motorim është elektrik. Po jo, s'është nga motorim. Edhe kështu do përgatitem pak për provim, do bëj një përsëritje të përgjithshme. Edhe nuk e di çfarë niveli do dalë, po tash nuk do t'ju a them. Edhe nuk e di se si do jetë provimi, do jetë me shtjellim, me shkrim, me alternativa. Kam emocione, kam frikë, kam shumë kohë që nuk bëj një provim. Edhe provimet më të merrojnë, por duhet ta bëjmë, duhet njohim veten, është okay ta pranojmë veten ashtu siç jemi dhe pse jo të përmirësohemi, dhe ka kohë gjithmonë për përmirësim. Edhe fal Zotit kemi një punë që mund të bëjmë një kurs, diçka që ne na bën të lumtur, që ndoshta më përpara kishim hallin e lekëve, apo nuk kishte që ti ta ndiqja atë ëndrrën tënde, por jemi mes Tiranës, kurse ka pafund, aktivitete, edhe duhet ta nis, sepse kohë kam. Në fakt e llogarisë kështu, kohë kam më shumë se sa kur të kem diçka tjetër më të madhe, ose kohë kam më shumë nëse nesër bëhem me fëmijë, edhe kështu e llogarisë. Nëse po ikim tani. Ju e zjata pak, por thjesht doja që t'ju thoja dhe pse jo t'ju inspiroja dhe juve, nëse keni atë ëndrrën tuaj për të nisur diçka, niseni. Në të ardhmen ndoshta një kurs frëngjisht, një kurs italisht, gjermanisht, apo të nisësh notin. Unë dua të nis edhe autoshkollën. Kjo është reja që më pëlqen. Through the corner of my window, playing catch. I wonder do they get tired? Hello. Ja, mund të flasim tani. Kam disa orë që kam arritur në shtëpi, por u mërzita dhe realisht përjetova ato stresin që kam përjetuar kur kam qenë studente, apo kam qenë edhe në gjimnaz. Gjithmonë unë kam pasur anglishtën pikën time më të dobët. Nuk e di, nuk jam përpjekur për ta mësuar aq mirë, si ju thash që kam probleme me kohët. Po kam e probleme të tjera, kur duhet kur duhet di unë gjitha këto dhe bëra të provimin, t'ju a them tani. Vajt atje. Kam vajtur në një kurs që është shumë serioz, ekstrem, edhe ma sugjeruan dhe gocat, më thanë do bësh një provimi kushtonte 7.000 lekë, edhe më morën telefonin, më thanë që nuk duhet futesh me telefon, do më thënë ishte shumë serioze dhe provimi zgjat një orë, dhe unë nuk isha përgatitur fare, mendova se ishte ndonjë gjë kështu. Edhe për të matur nivelin që unë isha, ato rrëmuja aty është rroba, sepse kam gjetë disa rroba që duhet ishte se lakimon publicitet. Edhe më futën në një dhomë, edhe me telefonin ma morën. Nise, unë nuk e se do gënjeja veten edhe do futesh në telefonin dhe për të gjetur ndonjë përgjigje, apo për të bërë ndonjë foto, apo për të pyetur ndonjë njerëz të më ndihmonte, sepse në fund të ditës gënjej veten.
Edhe nisi provimi, ishte 1 orë, ishte me të dëgjuar dhe e besoni do që unë nuk isha bërë kur provim me të dëgjuar, do të thënë ta dëgjoja dhe të qarkoja përgjigjet. Okej, ato 2-3 pyetjet e para i bëra sepse po e ndiqja, pastaj filloi i bësh më i vështirë dhe bënte, domethënë, thoshte historinë dhe bënte 3 pyetje për historinë. Të parën unë e kapja, po të dytën të tretën nuk kisha harruar ç'kisha dëgjuar. Edhe nejse, nuk është se do laçmi. Kishim edhe një shkrim, edhe për shkrimin top i dola. Ty duhet ta bëni me 100 ose 150 fjali dhe duhet të zgjidhni një temë. Tani nuk e mbaj mend, po ishte një shkolla publike, shkolla private, avantazhet që kanë. Domethënë krahasim, unë atë nuk di ta bëj në shqip, jo me ta bëj në anglisht, edhe nuk më vinte asnjë mendim. Edhe unë zgjeta një temë tjetër, shkruajta ca gjëra aty, si ishin 3 tema që mund të zgjidhje. Edhe shkruajta ca fjali. Nise, bëra 4-5 fjali. Por duhet të kisha shkruar më shumë. Nuk isha mirë. Edhe mirë, morën provimin, e korrigjuan, edhe kishte 80 pyetje, edhe plus 20 pikë më duket kishte eseja. Edhe kisha për shumë gabime. As nuk i baja mend. Se realisht nuk shohim seriale, shkojnë këto seriale, ti kuptoj ca fjalë, kuptoj ca fjalë, si kuptoj, por prap konteksti kuptohet, por me rregulla, me kohë, me kështu jam, o zot. Edhe nga 80 gabime unë kisha bërë 39 sakt, pjesën tjetër kisha bërë gabim. Edhe bashkë me esen që hajde më me të shtyr, atë shkrimin, si mund ta quajmë, se s'ishte ese. Edhe më tha që jam për A2. Por duke marrë parasysh shkrimin që unë nuk kisha bërë punë të mirë, më tha që duhet që të nis, sepse A2 kishte nisur dhe duhet ta nisja 1 muaj me vonesë. Edhe më tha që për ta A2 me pak punë do e kapësh, po do e kesh të vështirë në mënyrën e të menduarit, me kohën dhe me këto. Dhe thash po vetëm gramatik ofroni, po kushtonte goxha shumë që ta bëja individuale, vinte diku te 700.000 lekë. 30 seanca, nuk e di, ndoshta edhe gabohem. Prandaj nëse jeni të interesuar, shkruani, domethënë merrni vetë informacione se kam qenë në panik, në stres atje. Kisha goxha kohë që nuk i përjetoja, nuk e di kur e këtu si më bë. Edhe nejse, edhe më thanë që ndoshta mund të nisësh të anjishin. Po shiqur zoti, studentët ishin të mëdhenj, domethënë ndahej, kishte edhe për fëmijë edhe për të rritur. Të paktën mos një më e madhe aty, inshallah ka ndonjë sa mua, sa turp, realisht turp, se kemi bërë gjithë këto vite anglisht. Dhe kam nisur gjithë këto kurse jetën time, edhe në Poliçan nisja gjithmonë kursin, por domethënë unë nis 1 muaj dhe pastaj e lë, dhe nuk është se e kam vazhduar, por kam shumë probleme me kohën. Me kohën nuk e kuptoj fare, ose ta formuloj mendimin tim. Nuk më vjen as në shqip, ky është problemi, se po mundohesh edhe tek eseat më vinte shqip, apo nuk më vinte as në shqip, mirë ta bëja në shqip edhe ta përktheja fjalë për fjalë, ta bëja në anglisht. Kuptoni ju? E kam mendjen time, kam shumë të mbyllur, sikur nuk deportojnë dot mendimet e mia të shfaqen të dalin. Edhe ndoshta edhe nga mungesa, ose po bëjmë gjithë ato vite që jemi shkëputur nga një provim formal, nga pyetje, nga nuk e di. Edhe erdha në shtëpi mërzitur. Mund të keni sa nishin. 1 kushton, 2 ka kohën e vet që duhet që të investohesh, por e treta dhe më e rëndësishme është duhet ta mësoj edhe kurse ku kam zgjedhur që të shkoj, dhe gocat më shkruajtën as sugjerime, po plus ka bërë edhe herë si gjermanishten. Është serioze dhe më duk diçka, domethënë si shkollë. Tani nuk e di unë se edhe mund të zhgënjehem, por ndoshta nuk, domethënë nuk mund të mos më pëlqej mosimdhënia, por unë do i ta provoj. Edhe treta dhe më e rëndësishme që do të thoja është duhet ta mësoj edhe ju, nëse jeni fëmijë vegjël apo student apo çfarë
do lloj moshe që keni, mirë është ta mësojnë, sepse del jashtë, do të komunikosh, kështu komunikoj unë, se kam problem për jashtë, do të thënë ato fjalët, good morning, goodbye, po kështu, të kuptoj edhe kjo më vjen inat, edhe të gjithë shkrim, do të thënë të gjitha ato që lexova, tekstet, më vjen inat sepse i kuptoja, nuk është se si kuptoja, kisha ndonjë fjalë që nuk, fjalë të re, por zakonisht 80% e kuptoja dhe nuk e di pse tek pyetjet kisha dal keq. Më erdhi inat, sepse mendova se edhe ai sot shpëtia është më tha, ça më tha, bë 1 bë 2. Por realisht do ju marr telefonin edhe do t'ju tregoj që bëra një provim me atë me 50 pyetje edhe i kisha bërë sakt me 47 pyetje, 3 pyetje kisha gabuar. Utova fare. Edhe ishte ajo ora që bënte atje tik-tak, tik-tak, tik-tak. Edhe sa kisha pa dëgjuar një orë që ta bënte tik-tak, tik-tak në mur. Edhe erdha në shtëpi. Fola me Ersi, u mërzita, tha Ersi, jo mëse njës ti kupton reja, qa mëse njësa dysh. Jo i thasho nuk e ke njësa dysh se kam shumë pa qartësi edhe me do të ke njësa dyshin unë ata më të vegjël se mua, edhe më thonë mua, hemi ti lexojnë qiko se hemi thoi këte, edhe do më thëna mungesat që mund të kenë tek ato rregullat kryesore. E më thonë, kusht ka si edhe këtu të tek adysh. Ja, kështu i fusë mendjes time, gjithë këto mendime të këshia, por realisht do e nis, do investoj tek vetja ime, do investoj tek koha ime, tek çdo gjë për të pasur një jo mundësi, po realisht që të mund të iki të mësoj edhe. Pse jo ta mësojmë dhe ne anglisht, gjithë këto vite. Tjerët po mësojnë, Ersi po mëson gjermanishten, ne jemi të ndara, Ersi di gjitha ato gjuhën që di më mirë spanjishtja, edhe ka raste që edhe te serialet të dëgjoj spanjisht, do më thënë Gilmore Girls, se kam dëgjuar spanjisht, edhe që po marrë në telefon, ja Ersi po më merë. Ja ta shof. Se po bëj video në YouTube. Kam 10 minuta dhe ka marrë 0 viewers, sa? Bëre Reels tani ti? Me veshje. Jo, nuk më del. Më del kjo me veshje. Kush me veshje? Kjo me veshje me partisë. Pa në kojnë këtu. Hello. Qa pa më posh? Që më nuk di anglisht dhe ti di shumë gjuhë. Ti dhe gjermanisht, tani kjo pënish. Di më mirë. Ka ndoj shpreshen njës. Më vjeni natë me vetën. Qa ka prej natë, robi së mund t'jeti mirë në të gjitha gjërat në jetë. Ku jam e mirë, as matematikës jam e mirë. Jam e gjërat të sira në jetë. Ku jam? Një gjë e mirë. Jam mirë të bësh biznes. Jam e mërzitu se keni desë mërzita. Po si mund të mërzitesh ka shumë të tjerë të që di anglisht. Po mirë, dija një qik më shumë më ndoja. Nisë. Satur, dhe i kja ti shala s'ka fëmi. Do thë, kjo gjelli në klasë. Ajde. Doj që ka, se kupti që ka për të mërzitë është një ju po merë iniciativën të përmirësohet. Po, bravo më të ime. Jo, Po, se kupti me vërtet që ka për të mërzitë. Nuk e di dhe mësosh, të si e 100 vjeqe. Ka ma që të vështirë. Nuk më vinë. Qa e ke të vështirë? Anglishten. Qa flasë. Sikur kam një gjë këtu e nuk më lejon, edhe më ngjan sikur të tjerë do më tallin, do të thonë usja tha ajo. E me i klasë një ose të ti. Shumë se mora gjermanisht me ka shtres, do merë shalien e qëndrimit. Gjermanisht i top ishe, kurse unë kam, sa vite kam që studioj anglisht. Në klasa e 3 deri tani, o, sot i madh. Nise. Du kannst das schaffen, mein Schwester. Ti do pesh me të mirë më trajime? Ti mund ta bësh këtë gjë.
që unë jam për Gjermanisht. O, zot. Hajde, qa. Po ja, për shumë unë fund do të kides, më mbyllet goja për të ngrenë. Se një të gjesh. Po ja i të gjerë, disiplinesh. Po është disiplinë, na mungon që disiplina. Jo na mungon, po unë harroj, e mësoj sot për mendesh dhe në ditën tjetër e harroj. Kush është ne? Nëse po bëj video në YouTube dhe po i lë këto, kështu janë diskutime me motrën time. Qa duhet të duroj prisni njerëz, erdha në shtëpi. I thash është jo, tha, ti nuk je për aty, je më mirë. Se se e di që kuptoj unë për të kuptuar. Di fjalë kështu, pa më lexon, tha, nisa u të lexoj. E lexo këtë, e lexo andej. Mirë ishte, po lexonin për atysh. O, zot sa turp. Po varja, do ikja atje, do mësoj. Se kuptoj qa ka për turp, nuk e marrë vesh. Se po duket vetja me madhe atje tek shkolla. Edhe punë madhe. Edhe unë. Nuk më nxaj ajo karrige, se kur të bje nga karrige. Mendoj vetën. Jo me madhe atje. Edhe do kopjoj nga ata të tjerë, që kështu e mendoj vetën unë. Nejse, hajde ik tani rregulloj atë rilse. Bye. Nejse, u preka vërtet, se realisht më vjen shumë i natë, prandaj mësoni. Nejse, unë gjithë kështu na kanë thënë mësoni, po kur ndonjëherë nuk mundesh, edhe mundohu sa të duash. Nuk, e kam shumë të vështirë, por edhe duhet të studioj. Prandaj dua që diket tek ky kursi ta mësoj aty. E do t'ju them se nesër kam kurs në orën 5:06 ishte. Edhe nuk është asnjëherë vonë për të bërë diçka. T'ju tregoj edhe shampon që mora tek Ada Herbs. Kjo është për skalp të yndyrshëm. Edhe këtu ka marrë këtë rimbushjen. Edhe këtu që është shampoja. Unë përdorja atë hanin, por këtë herë ndryshova sepse më është bërë skalpi shumë i yndyrshëm dhe po më yndyroset shumë shpejt floku dhe prandaj më mirë mora këtë. Edhe shikoni sa e bukur kjo kartolina, kjo karta. Kjo futet, kjo futet në një, ja shkeni këtu instruksionin si mund ta përdor. Në një vazo, do ta njohim këtë letrën, do ta fusim në një vazo, do ta uisim dhe shikoni të dali një lule. Varet se çfarë farash mund të ketë këtu. Jam shumë kurioze çfarë lule do më dhuroj Ada Herbs, por më duk shumë i bukur gjithë procesi që të kujdesem edhe të mbjell një lule pa e ditur se çfarë është edhe në këtë kartën. Shumë ide e bukur edhe për dhurat, edhe për çdo gjë. Dhuroni shampon ose kombinimin vajor që kam këtu, apo një produkt tjetër nga Ada Herbs edhe të jetë kjo karta. Hello, nga dita tjetër, këtu kam një çantë, sepse bëra disa porosi, dhe këtu është një pako nga Dior, ka një çantë, ka një blush, ka një rimel, ka një buskuq, por kjo nuk është për mua. Rini gati, sepse se morët parasysh për çfarë është. Unë kam bërë make-upin dhe po bëj një reels edhe kushtoj goxha ajo edhe faqa ku i mora si jetë produkte amerikane i kam blerë vetë me lekët e mia që kështu më ka vendosur këtë dhuratë. Kështë vendosur edhe këtë produktin këtu. Por çfarë bleva unë për vete, se bleva dhe për vete unë, nuk është se bleva vetëm atë të Diorit, se ajo e Diorit nuk është për mua, është një dhuratë. E një për vete unë mora 2 blushe nga Rode, që unë i kam shumë qef. Mora
këtë shading këtu dhe mora dhe këtë tjetrin, këtë shading rose. Tani unë këtë e provova, më pëlqeu, po mora dhe këtë shading. Këtë jam kurioze shumë të provoj dhe mund të shkojmë me këtë sot apo të provojmë ato të Rode, nuk e di çfarë të bëjmë. Më kushtoi 52 lekë, kurse ato të Rode mora nga 38. O zot, jeni gati të shohim ngjyrën? Zot sa e bukur. Është hera ime e parë që marr një blush, por si ky, domethënë ka kjo firmë, po mbahet ndër më të mirat dhe jam shumë kurioze sepse ka edhe liquid, ka edhe këtë si pudër, domethënë të thatë. Tani të përhap një çik korektorin. Kam përdorur këtë nga Hourglass. Po e lë disa minuta dhe pash një video që duhet lënë të paktën 5 minuta që të ketë hapje më të mirë dhe në fakt është e vërtet, përhapet më mirë dhe ngjan më bukur në fytyrë. Më pëlqen. Super pëlqen. Mësoj shumë aty në TikTok nga këto gocat që tregojnë gjëra. Edhe unë marr vesh gjëra, ju a tregoj edhe juve këtu në YouTube. Vetëm pak dietë e Zara Home sa gjëra të bukura që kishte, mezi po pres që në të ardhmen të kem shtëpinë time. Edhe ta arredoj dhe ta dekoroj si të më doj ma qefi, po unë e kam paka shumë një stil, thjesht duhet që të shtëpja ime që të investoj në stilin që unë kam, po besoj se të gjithë e keni parasysh çfarë stili kam unë, kështu besoj se do e dallonit apartamentin e rejas, nëse e mendoni, do e mendoni diçka. Tani këtë të vendos unë, atë më vjen gjyna mua ta prish, kështu do vendosni nga këto. Vendosim këto. Të po me Alvi. Vendos këto. Si ta bëj unë këto? Po e marr me të tjetrën. Edhe kam parë ato gocat që vendosin një herë të thatën. Dhe pastaj vendosin këtë liquidën. O zot. Edhe prem biletat për një vend që unë e kam shumë qef, kam qenë. Edhe mund t'i ki 100 herë atje. Edhe për ditëlindjen. Sot i madh, jo mire ajo. Ç'kjo për hapje? Prisni gotë sa më lini tani. Ja sikur ma ka një gjesh ndonjëherë me shplak. Mundova të korrigjoj pak, por nise, tani marrim këtë pjesën liquide. Marrim këtë furçën. Pash në TikTok që edhe ato gocat që kjo furçë e aplikonin. Këtë të Hourglass. Nice. Unë nuk po shif, nuk kam pasqyra këtej. Por kjo përhapesh ka shumë mirë, sepse unë e kam pak të vështirë të përhap të thatën, prandaj është liquide, është se bukur. Si duhet ta rregulloj pak këtu. Blushi duket super i bukur, më super pëlqen, edhe është shumë natyral, edhe më ka ngritur edhe pak syrin. Domethënë pjesën e molzës dhe pjesën kështu. Fantastik. Mua të pak të më pëlqen. Do vendosa një laps nga Anais, që është kështu si kaf. T'ju va tregoj çfarë numri, sepse më pëlqeu. 312. Edhe këta janë shumë të lirë. Nuk është se më qëndrojnë gjatë, me thënë të drejtën, por aman janë të bukur. Vendosim edhe këtë nga Benefit. Produktimi përluar mund të jetë shishja e 5 ose e 6 që kam blerë, e ble gjithmonë ata. Edhe mua më pëlqejnë kur buzët duken kështu.
dhe i vendosim dhe shkëlqim. Por do merremi pak me qerpikët. Kam këtë rimelin, dhe i vendosim pak qerpikëve. Rimel. Kam i pasqyrë këtu përballë, prandaj po shifem. Por ideja ishte që t'ju tregoja çfarë kisha bler. Edhe t'ju tregoja këto produktet e reja. Goca, unë sot kam kursin, a? Se i natë kam kërndos kjo gjëja. Kam kursin në orën 5. Edhe si që ju thash, prem bilet për jashtë shtetit. Me zi po pres, do hap lot, do hap pa fund, gjeni ku do shkojnë, thjesht duke thënë që do hap pa fund gjëra të mira. Nesër kam dhe pilates. Edhe më keni pyetur shumë se po më shkon pilatesi. Unë mbaroj muajin e dytë të abonimit. Edhe do e vazhdoj prapë. E vazhdoj se mirë ndihem. Se bukur që doli, sa më pëlqen kapyllashi. Shikoni këtë efektin? Duket sikur kam bërë një make-up profesional edhe në fakt e kam bërë vetë shumë. Shikoni, kjo është kjo paltëra. Është kështu si lëkur. Unë është pak e vjetëruar, por e kam vendosur këtu është lëkur e vërtet. Dhe është prodhuar në Kore. Dhe ka bler mamim në 1993 në Greqi. Shumë e bukur, para se të lindte herë si e ka marrë. Edhe ka mund këtu në shtëpi. Edhe vjen aromë lëkure. Edhe është shumë e bukur, është e mamit tim. Edhe unë e kam shumë qejf të mbaj. E kam marrë Kastile, por shumë vite që kur kam ardhur në Tiranë. Edhe e vishja atëre, është vetëruar pak, por duhet ta çojnë nëse kanë persona që e mirëmbajnë lëkurën, domethënë të t'i bëjmë një larje, një luerje, domethënë ta vishja. Do vendos edhe këtë lip glossin që bleva tek Essence, më pëlqen, është goxha i bukur. Është këtu. Vendos këtu. Më pëlqen shumë ngjyra. Se kam edhe të tjerë, që nuk kam këtu se rregullova pak make-upet, po si ky Essence. Jo se ky unë përdor atë formatin e vjetër, po ka dalë ky i riu. O s'ku që të Essence. Mam super pëlqen. Super pëlqen. Se shikoni, kam Dior. Kam këto. Kam këto nanot, që janë cute, janë nice. Kam Garou, kam edhe 3 të tjerë si këta. Kam edhe shumë të tjerë të shpërndarë në shtëpi, por këta të Essence janë të preferuarit e mi. Okej. E bëm dhe make-up. Si ju duket? Shkoni sikur janë ka krijuar këtë floku sikur është çelur dhe më pëlqen si ngjyrë, duket shumë e bukur. Edhe do të ndryshojmë dhe flokët siç kish. Edhe pse unë mendoj se ashtu ka po më shkojnë. U vendosim pak kështu setting spray, se unë këtë harroj edhe pastaj sa dal në shtëpi direkt make-upi i ndryshon. Ku e kam lënë? Ku e kam lënë po me telefon? S'po merr njëri, ku e kam lënë? Goca, duhet t'ju tregoj. Unë e kam shumë të vështirë të gjej një antidjerës të mirë, ndoshta ka dhe goca që janë si mua, sidomos pasi kam bërë lazerin, domethënë nuk më bën punë asnjë antidjerës nëse nuk është kjo. Nuk e di nëse duhet të shqetësohem për këtë gjë, sepse ndoshta ndikojnë hormonet e mia, nuk e di. Kur të shkoj për nishanë do të pyes doktoreshën Kastile. Çfarë ndoshta mund të bëjnë një test hormonesh. Më thonin që pse merrni vesh më shumë se mua. Po nejse, vetëm kjo antidjersa mua më bën punë. Është kjo. E ble këtë tek Rossmani. Po është vetëm kjo ngjyrë, se ka marrë pafund ngjyra të tjera të kësaj, se ka në formë kremi, ka në ngjyrë roz, ka në ngjyrë jeshile, është ajo lejlaja. Ato nuk më bëjnë punë, vetëm kjo më bën. Edhe kishte mungese, tash o zot i madh. Por nëse ka ndonjë vajzë që ka problem si mua, që nuk gjen dot një antidjerës, ju sugjeroj. Ky është make-upi me Rean, unë ditë t'ju them që ky që nga flak fare dhe prandaj mbahesh ka kaq i shtrenjtë, kaq i mirë. E rekomandojnë të gjithë. Shikoj këto videot që
10 produkte domethënë blushet nga 10-at e njëshit dhe gjithmonë ky është në vend të parë ose këto nga Rhode. Tani unë këto nuk i kam provuar. Një provova nga këto edhe isha kështu pa me i kam shpejt edhe nuk e se pash ndonjë kështë di për aman kishte teksturë shumë të mirë dhe përhapej shumë mirë në dorë se bëra kështu edhe ishte si gjallë edhe domethënë edhe në fytyrë nuk mendoj se do kem nevojë për furç. Është okay që të aplikoj me dorë kurse kjo ishte pak e vështirë. Për mua që jam kështu është marrë shumë vesh, pak e vështirë, por doli diçka e bukur. Tani, se jam shumë e zen, kam punë pa fund, që kështu po jo la, po do shifemi gjatë. Bëra gati, mora një çantë kështu që duhet blet sa bloqe, disa gjëra, edhe pse kam nga mbire bloqe, në fakt, po duhet blet sa gjëra të lezetshme. Dhe kam goxha emocione, kam sikletë pa parë, e urrej atë që duhet të jetë gjithmonë me vonese të shkosh në një ambient që njerëzit janë njohur, janë socializuar dhe ti je ai. E kam shumë problem, unë sikur po iki në ndonjë shkollë. Realisht ashtu po ndihem, sikur po iki në gjimnaz, edhe më ngjan sikur do jenë të vegjël. Duket që kemi pasur histori të mira nga gjimnazi. Se normale në një qytet vogël, kur ti mundohesh të bësh diçka të mirë në jetën tënde ndryshe, siç ishte që të hapja YouTube, normale që do kishte bullizim, paragjykime, tadhje e gjëra të tilla. Edhe unë e kam pak këtë. Më duket sikur do i kja atje, do më talë njerëz, si në gjimnaz. O zot, reja, ku e ke futur veten që nuk di. Ku e ke futur veten? Shko ku e ke futur, prandaj mësoni njerëz, shikoni 26 vjeç vete vajza tani. Tani unë mendoj se janë të vegjë, do më të mendoj se janë adoleshent, por mund të jenë edhe më të mëdhenj se mua, por do t'ju them, se keni dhe sa emocione që kam, madje përsërita një qik alfabetin, më duket sikur do ikja atje dhe më thone, di alfabetin, thuaj alfabetin, edhe, a njëshë alfabetin, po, ku shemban mënd alfabetin, që kështu e përsërita pak në fundi, sikur nga në mesë nga të roj, te këja dhe pastaj, si ishte, miku. Ju e dini alfabetin? ABC, o sot, reja me të feja. Realisht ku i ke futur vetën. Mësoni anglisht njerëz se shikoni çfarë duhet të përjetoj unë. Po i ke pak më herët që të marr librin dhe t'i hem një sy kështu shpejt, që tim që ke përgatitur atje. Edhe me do të më qojnë që sot në dras, dhe me do të më qojnë në dras. Ne në universitet nuk e se na qonë të njeri në dras, prandaj unë kam goxha vite, kam gati 9 vjet, jo 9, sa vjet që jam, për 27, erdha këtu, kam 8 vjet, që 9 vjet, 2018 kam ardhur në shkollë të lartë. Nisë, kam shumë vite që nuk më ka çuar njeri në dras. O, zot, disa gjëra nuk pas kam fund. Nisë, se kjo është edhe ideja që të mësojmë edhe... Frank Sinatra këtu, më uroni fat, dhe nuk dua këtu në komente që të më thoni herea si s'ke turp, sepse e di, kam turp, me shikoni si pej. Do ikim tani. Bëra cute, me rose, kështu si adolescent edhe unë. Bëra dhe këto me fika. E dikush e gjë me sikletshme të kem do njëna ato gocat aty, ndjekse, që kem njëra nga ju të jetë atje. O zotë siklet, do thonë, reja që kemi farë në TikTok. Mirë, ndjekse ofi, se unë e di që më doni, po të ketë në një gotë që thjesht më ketë parë në TikTok. Ua, kjo që dhe në për TikTok, bëgë shumë bën ashtu, ka ardhur këtu, të mësoj, anjish. Nisë, pse i kam gjitha këto mendimet e këqija? Që kam qa foto këtu me Ersin dhe këto jemi ne. Dhe unë jam shumë krenare për këtë gocën këtu, për edhe për këtë për motrën time. Që kështu do bëjmë më të mirën time. Më në kapse. Diqa. Dhe në shtëpi dhe do t'ju tregoj pak për kursin, por kam bërë edhe pazar. Tani, ky është libri, është nga Cambridge,
Edhe më duk... Kjo është fletore e punës. Se më duket fletore e punës. Por ishte interesant. Edhe ishte nice, unë kishte marrë madhe, realisht. Edhe për aromën që ka. Por edhe shiko, sa cute ishte edhe me ngjyra. Sot këtu ishte mësimi që marrëm sot. Edhe më pëlqeu sepse nuk është se ishte ai anishi klasik që kishte goxha, domethënë, kishte ndonjë fjalë të re që unë nuk e dija. Edhe mund të them që mësova. Por edhe praktikohesh, dhe më pëlqeu se mësimi ishte anglisht, edhe dysha ishte shumë mirë. Ishim 9 veta, 2 mungonin, dhe ishin në moshë, domethënë sa mua më të mëdhenj. Nuk e se ishim më të vegjël se mua, dhe kjo gjë më këshilloi, dhe tha që do kisha siklet në qëse ata do ishin vegjël, unë do isha me madhja. Kështu bëra shumë mirë që shkova, edhe kushtin që unë po ndjek kushtoi 340 euro, por unë pagova 300 sepse 4 kapitull janë marrë, sot ishin te kapitulli 4, prandaj kanë bërë më pak se një muaj. Edhe herën tjetër kemi një përsëritje dhe herën tjetër kemi provim, por më pëlqeu shumë, jashtëmase domethënë më pëlqeu shumë vendimi që mora dhe për ta nisur, edhe që po e ndaj gjithë këtë eksperiencë me ju. Prandaj, nëse edhe ju e keni qejf ta mësoni, unë juftoj që se jo. Edhe po flisja me Hallën që pare ka Halla. Dhe unë kam qejf ta mësoj, bravo po më thoshte. Edhe përshëndes shumë Halla Mondën. Mora tani mish të grirë. Marrë shumë në një dyqan që ka gjëra të freskët aty të lagja. Mish të grirë kushtoi 5500. Mora një pul të freskët zog më sakt. Të freskët 16500. Ka marrë dhe më përpara më pëlqejnë. Mora 4800 lekë. Ka shumë, nëse tira 3 meca. Speca, por janë nga këto specat për mbushje, edhe mora goxha këtu mbi 10 copë, edhe t'i bëj tani direkt me oriz edhe me mish të grirë, edhe që t'i marrim nesër, edhe unë t'i marrë në punë në studio, dhe Alvio t'i marri në zyrë. Mora 2 kastraveca, thjesht këse do ham ndonjë bukë me gjizë, kemi pak gjizë, alo, kona prishë dhe kështu nuk shijon veç ajo. Mora banane. Mora dhe mollë, unë e kam shumë qef mollë Fuji. Mora një majdanoz, mora 2 kopër që t'ja hedh, duhet keme një qikë energjik aty në frigo që t'ja hedh për një përdjerje barishte shpërtavën. Mora një salë sepse nuk kisha. Mora edhe 2 domate që ishte kilja 2000 lek, por kjo tava e do pa tjetër domate se bëhet me shishme kur është me domate. Edhe kjo ishte pazari, këto gjëra mora. Tani po i sistemoj në përvendet dhe do nisi direkt të gatuaj. Edhe për kursin ju thash, presoj që të më shkoj sa më mirë, më uroni suksese, edhe është vendime më mirë. E kam të hënë, e kam të mërkur, edhe të premte. Edhe gjithë ky libri, niveli, kushtonte aq lek, dhe unë me aq lek pagoja atë kursin për stiliste, për roba qepse, do më thënë që shkoja atje, për fashion design. Edhe pagoja një muaj, kurse kjo është gjithë niveli, e thash, me ato lekët që nuk po shkojmë atje, shumë mirë, do t'investoj tek vetja ime, tek anglishtja një gjë që më duhet akoma më shumë, se sa ajo që nisëm në shtator. Po i qenë në përvendet, tani do mbyllë edhe video, vlogun. Është bërë pak vlog rëmuj, por ja kam kaluar shumë mirë, sepse shkuam në fundjavë, duhet që ta theksoj këtë gjë. Isha me cikël dhe nuk më është ndjerë zëri, sepse nuk kisha dimje dhe nuk piva qetësus dhe as një gjë. Dhe madje ditën e dytë, bëra udhëtim, shkova në Divjak dhe unë nuk hipja kur në makinë sepse bësha keq, më zinte, më të barku, jo me të bëja një udhëtim edhe të dilja xhiro këtej dhe pa qetësus, pa kokër. Dhe kjo vetëm, dhe thash çfarë ka ndryshuar në rutinën time, çfarë kam bërë unë që ndoshta pilates, pastaj thira mendjes. Unë kam një muaj që po pi vitaminën D. Lexova futa në ChatGPT dhe më tha, yes,
vitamina D ndikon ka shumë tek dhimbjet e ciklit. Prandaj nëse keni dhimbje cikli dhe keni për vizita, gjë që duhet shkoni patjetër te ginekologu dhe të shikoni trupin tuaj, të njihni trupin tuaj. Dhe nëse ju ka thënë që çdo gjë është në rregull, atëherë dhimbjet e ciklit janë normale dhe nuk është se ka ndonjë problem që ju keni këto dhimbje, atëherë pse jo shkoni bëni një analizë të vitaminës D. Unë bëra gjithë analizat e gjakut, kushtoi pak e paketa, e gjeta me ulje, unë që gjej ulje nga 350 e kam gjetur 200. Edhe i bëra të gjitha të gjakut. Mora vesh edhe çfarë grupi gjaku isha, sepse nuk e dija. Isha 0+. 0 pozitive. Edhe kështu gocat e mia, nëse keni dhimbje, ndoshta vitamina D është e ulët. Ika tani. Edhe ne do shifemi në videon tjetër. Mirupafshim! Ciao, 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 mezi po fres, për të inten, sepse çdo të inte kemi video. Edhe kemi plane shumë të bukura. Ciao, ciao, ciao!